Vjera që nuk pëlqeu vetullat. Erdhi klientja në studio dhe të bënte laminimin e vetullat. Me vete kishte marrë dhe vjerën dhe ndërkohë ajo do bënte vetëm pastrimin e vetullat. Pasi i bën pastrimin vjerës, fillua me procedurën e laminimit te klientja. Vajza kishte një portret shumë të rregullt dhe laminimi i vetullës me aq sa pam nga fijet e saj natyrale do ju përshtaste shumë. Kështu vazhdua me procedurën, në përfundim klientja e pa dhe i pëlqeu shumë. Domethënë nuk tha thjesht okay, shumë mirë janë, ishte një reagim super wow. Na falenderoi dhe shkoi te recepcioni ku po e priste Vjera. Sa kaloi një minutë, vjen Vjera te dhoma dhe filloi duke na bërtitur me të madhe. Çai keni bërë kështu, këto nuk janë vetulla, këto janë qime të ngritura, duket shumë keq, hiqja urgjente, kështu me radhë. Ndërkohë klientja po rrinte nga pas dhe vetëm po habite nga reagimi i Vjerës. I shpjeguam që ky është laminimi, ngritja e fijeve përsipër për të mbushur zonat ku ka probleme. Dhe normalisht kështu del përfundimi. Jo, tha, s'më pëlqen fare, hiqjani urgjent. Ja rishpjeguam përsëri që ishte e pamundur të hiqe punën që i kishin bërë. Por nëse nuk i pëlqenin, mund ta ulnin vetullën përposhtë dhe të qëndronte më ngjashme me vetullën që kishte përpara se të bënte laminimin. Sado i flisnim nuk po qetësoi dhe vetëm një moment kur tha po marr policin, tha se më keni shkatruar vetullat e nusës. Më në fund klientja ndërhyri dhe ja shpjegoi si ishte procedura e laminimit dhe i tha që mua kështu më pëlqente. Ajo ngeli e pa tër inat dhe iku nga dhoma duke përplasur takat. Nuk e di çfarë ndodhi në përfundim, por klientja na falenderoi përsëri dhe u largua. Kështu që vajza hajteni gjithmonë me vjerrat me vete sepse edhe ato do ju japin ndonjë mendim. Dhe për ato që s'marrin fare mendime nga të tjerët, kemi këtë rastin këtu. Shikoni pak sa bukur i duket laminimi i vetullës.